Nis rënimi 11 vilave ilegale në pronën e Ibërlepensit Buzujmanit, aty ndërtuan paleje zyrtar të lartë komunal për t'jak të listës sërbe. Haxhiu nënshkroi dekretin që liroi nga detyra 7 prokurorë serb, reagon Bashkimi Evropian. Ministri në detyrë Armend Muja u premton mbështetje fermerëve në komunën e Istogut pas dëmeve nga breshri. Një stuje fort goditi sërish Kosovën, shkaktoi disa dëme materiale në qytet. Mirëmbrëma, po fillojmë lajmet. Buldozerët kanë nisur rënimin e 11 objekteve të ndërtuara pa leje në pronën e Ibërlepensit, buzliqenit të Ojmanit. Në mesin e objekteve të rënuara janë edhe 2 vila që u përkasin Ivan Zaporozhacit dhe i kryesuesi i Asamblesë Komunale të Mitrovicës së Veriut dhe nënkryetari i listës sërbe, si dhe vëllait të tij Sergej Zaporozhac. Për aksionin i cili u zhvillua me asistimin e policisë së Kosovës, ka reaguar edhe ashtu quajtura Zyra për Kosovën në qeverinë e Serbisë. Buldozerët hynë këtë mëngjes në zonën e liçenit të Ujmanit. Brenda pak orësh nisi rënimi 11 objekteve të ndërtuara pa leje në pronën e Ibërlepensit në një nga zonat më vitale të shtetit të Kosovës. Të gjitha këto objekte të ndërtuara pa leje në pronën e ndërmarrjes publike hidroekonomike Ibërlepens u rënuan nga Inspektorati i Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor me asistimin e Policisë së Kosovës. Sipas zyrtarëve të Ibërlepensit, objektet janë ndërtuar ilegalisht në pronë publike dhe se aksioni ka për qëllim rikthimin e saj në administrimin e ndërmarrjes. Në vazhdim të aksionit për lirimin e pronave të uzurpuara të NPH Ibërlepens sh.a në bashkëpunim me Ministrinë e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës dhe Ministrinë e Punëve të Brendshme ka filluar rënimi i 11 vilave buzliqenit të Ujmanit. Paralajmërimet janë dërguar me 3 korrik, por uzurpuesit nuk kanë ndërmarrë asnjë veprim, andaj sot ka filluar aksioni për pastrimin e terrenit dhe kthimin e pronës te pronari legjitim NPH Ibërlepens sh.a. Në mesin e objekteve që u rënuan janë edhe 2 vila që i përkasin Ivan Zaporozhacit dhe vëllait të tij Sergejt. Ivan Zaporozhac është kryesuesi i Asamblesë Komunale të Mitrovicës së Veriut dhe nënkryetari i listës sërbe. Policia e Kosovës njoftoi se aksioni ka nisur rreth orës 7 të mëngjesit në zonën e njohur si plazhi i shqiptarëve në komunën e Zubin Potokut dhe se gjithçka është zhvilluar pa incidente. Ne kemi asistuar Ibërlepensin. Këtu jemi ne për shkaqet sigurisë, për shkaqet sigurisë, ndërsa Ibërlepensi janë duke i kryer detyrat e veta, punët e veta. Kështu që deri më tani nuk kemi pas ndonjë incident ose ndonjë problem. Për aksionin reagoi edhe ashtu quajtura Zyra për Kosovën në qeverinë e Serbisë, e cila e cilsoi rënimin si të paligjshëm, duke pretenduar se është kryer pa vendim gjyqësor dhe se pronarët janë njoftuar vetëm përmes njoftimeve të vendosura në objekte. Liçeni i Ujmanit konsiderohet një nga asetet më të rëndësishme strategjike të vendit. Ai furnizon me ujë të pijshëm një pjesë të madhe të Kosovës, përdoret për prodhimin e energjisë elektrike dhe për ujitjen e tokave bujqësore. Ndërkohë, ushtruesja e detyrës së presidentës Albulena Haxhiu ka nënshkruar dekretet për lirimin nga detyra të 7 prokurorëve nga komuniteti serb. Vendimi sipas Haxhiut është marrë pas vendimit të Këshillit Prokurorial të Kosovës për lirimin nga detyrat të këtyre prokurorëve. Përmes një postimi në Facebook, Haxhiu ka deklaruar se me këtë akt përmbyllet një proces i zgjatur ndër vite dhe zbatohet vendimi i institucionit kompetent në përputhje me Kushtetutën dhe ligjet e Republikës së Kosovës. Ajo ka theksuar se funksionimi i shtetit bazohet në parimet e rendit kushtetues dhe sundimit të ligjit, duke shtuar se institucionet nuk mund të mbahen peng nga procese të papërfunduara. 7 prokurorët nga komuniteti serb kishin dhënë dorëheqje në nëntor të vitit 2022 së bashku me zyrtar të tjerë serb në institucionet e Kosovës, pas vendimit të qeverisë së Kosovës për zbatimin e procesit të riregjistrimit të automjeteve me targa të Kosovës. Dorëheqjet në atë periudhë prekën edhe institucionet të tjera të drejtësisë dhe sigurisë në veri të vendit.
Bashkimi Evropian ka reaguar pas vendimit për shkarkimin e prokurorëve serb dhe mospranimit të tërheqjes së dorëheqjeve të tyre nga Këshilli Prokurorial i Kosovës. Brukseli ka shprehur shqetësim duke vlerësuar se këto veprime mund të jenë në kundërshtim me sundimin e ligjit dhe ka kërkuar mundësinë e reintegrimit të personelit serb. Bashkimi Evropian ka shprehur shqetësim për dekretin e ushtruese së detyrës së presidentes së Kosovës për shkarkimin e prokurorëve serb, si dhe për vendimin e një dite më parë të Këshillit Prokurorial të vendit për të mos pranuar tërheqjen e dorëheqjeve të tyre. Në një komunikat për media, zëdhënësia e BE-s vlerëson se këto veprime duken të papajtueshme me ligjin, me procesin e rregullt ligjor dhe me kërkesat e përgjithshme të sundimit të ligjit në Kosovë. Bashkimi Evropian ka mirëpritur tërheqjen e dorëheqjeve nga gjyqtarët, prokurorët dhe stafi mbështetës nga radhët e serbëve të Kosovës. Njëkohësisht, Brukseli rikujton se i ka bërë vazhdimisht thirrje Prishtinës zyrtare që të mundsoj reintegrimin e personelit gjyqësor serb të Kosovës në përputhje me ligjin e Kosovës dhe marrëveshjet e arritura në kuadër të dialogut. Bashkimi Evropian u bën thirrje të gjitha institucioneve përkatëse të përmbahen nga veprimet që synojnë pengimin e reintegrimit të personelit gjyqësor serb të Kosovës. Sipas kushtetutës, Kosova është një shoqëri shumë etnike, e bazuar në sundimin e ligjit dhe sistemi i saj drejtësisë duhet të pasqyrojë diversitetin etnik të vendit, thuhet nga selia e Bashkimit Evropian. Ndrojmë temë të informacionit. Stuhia e sotme ka shkaktuar disa dëme në disa qytete të Kosovës, të cilat janë kryesisht materiale. Nga stuhia e pasdites së sotme në Suharek janë dëmtuar 2 vetura, mbi të cilat era e fuqishme i ka hedhur disa materiale ndërtimore. Me këtë rast në vendin e ngjarjes ka dalë edhe kryetari i komunës Bali Muharremaj, i cili u ka bërë thirrje qytetarëve që të kenë kujdes të shtuar. Dëme janë shkaktuar edhe në disa fshatra përreth komunës së Suharekës. Stuhia e ka vështirësuar edhe komunikacionin në magjistralen Klin Gjakov, ku në video rehet që edhe veturat janë më të paksuara për shkak të stuhisë së dendur. Në të njëjtën kohë ndodhi stuhia edhe në Prishtinë, madje në kalimin e Orloveq, u mbush me ujë ku vështirësua komunikacioni. I mbushur me ujë është edhe nën kalimin në Prishtinë, në afërsi të stacionit të autobuseve. Breshri që goditi dje i Stogun ka shkaktuar dëme të mëdha në kulturat bujqësore, pemishte, shtëpi dhe automjete. Ministri në detyri i bujqësisë Armen Zemaj ka vizituar zonat e prekura dhe ka paralajmëruar masa për mbështetjen e fermerëve, të cilët thonë se dëmët janë të jashtëzakonshme dhe kërkojnë reagim urgjent nga institucionet. Pas stuhisë së djeshme të Breshërit dhe dëmeve të jashtëzakonshme në prodhimtarinë bujqësore në komunën e Istogut, sot gjatë gjithë ditës në Kovrog dhe në disa fshatra përreth ka qëndruar ministri në detyrë i bujqësisë Armend Muja. Pasi është njoftuar për dëmet e shkaktuara, Muja tha se shumë shpejt do të merren masat e nevojshme për sanimin e kësaj gjendjeje. Ne do të punojmë paralelisht në 2 drejtime. E para është aspekti procedural që jeni kryetari, dhe e dyta me gjithë drejtorat që janë. Gjithë njerëzit më të rëndësishëm të Ministrisë së Bujqësisë janë bashkë me mua dhe nga java tjetër të propozoj masa se në çfarë forme mundu me ndihmu të gjithë këta fermerë mori këtu. Breshëri ka dëmtuar pothuajse të gjitha kulturat bujqësore, thonë fermerët. As 5 minuta s'ka jep afat për të kallëzoj. Ka ardhur me ere me unë për 65 vjet po du mi bo, hala që si që thënë kiameti s'kom po në fshatin tonë, po shien domet që kanë bo, do më thonë, jo për 1 vjet, por edhe për shumë vjet na s'kemi mujt mi marrë në veti me në bazë domeve që ne ka bo si vjet. Si vjet kemi prit që kemi rezultatet mira,
kemi punu shumë, për fillimit pranverës deri me tani kemi punu, jemi munu me familje me punu, po kjo ka ndodhë është, edhe presim që inshallah qeveria në del ndim, kemi investu shumë. Kosovë blokaj si vjetë po i prishte se paku 10 ton moll nga gjithë sejt 5 hektar, por stuhia breshërit që radje ja dëmtoj gjithë prodhimtarinë e tij pemtare. A i thotë se prodhimi është dëmtuar 100%, ndërsa dhe pëmishtja vështirë se mund të jetë frytëdhënësi në të ardhmen, sepse krahas frutit e së vjetshëm janë dëmtuar edhe trungjet dhe degjet e tyre. Damet janë, s'moj me thonë 100%, po mund me thonë 120%. Për shkak që ka dëmtu për pas frutave, po ka dëmtu edhe trupat, domethënë degzat, që ka qenë fatkeqësi e madhe kjo punë. Breshëri nuk i ka kursyer as fasadat e shtëpive të banorëve të kësaj zone, duke thyer xhama dhe duke dëmtuar edhe veturat e tyre. Ka dëmtu shtëpiat, ka dëmtu veturat, ka dëmtu gjithçka që kemi pas. Për momentin është 100% gjithçka e shkatërruar. Ndërkaq, kryetari i komunës së Istogut, Ilir Ferati, ka njoftuar për ngritjen e një komisioni emergjent për vlerësimin e dëmeve. Ai ka kërkuar nga ministri Muja reagim të menjëhershëm të qeverisë në mënyrë që fermerët e kësaj ane të kompensohen për këto dëme, të cilat, siç u shprehai, janë jashtëzakonisht të mëdha. Në përballje me pasojat që ka sjellë breshëri, fermerët kanë kërkuar mbështetje dhe hartimin e politikave efektive për parandalimin dhe menaxhimin e pasojave të fatkeqësive natyrore, ndërsa ekspertët e bujqësisë kanë treguar për dëmet e shkaktuara nga breshëri dhe masat për tejkalimin e kësaj situate. Fatmirësisht, këto kultura bujqësore të fermerit Ganit Dobratiçi i kanë shpëtuar breshërit të fundit. Edhe fermerë të tjerë të kontaktuar në zonat e Prishtinës, Lipjanit dhe Obiliqit nuk kanë raportuar dëme. Megjithatë, Dobratiçi thekson rëndësinë e krijimit të një fondi për përballimin e dëmeve nga fatkeqësitë natyrore me kompensim të plot të dëmeve. Unë kërkoj nga Ministria e Bujqësisë që zvogëlohet fondi, buqeti i grondeve, e të lehet një rezervë në Ministrinë e Bujqësisë, nga buqeti i Ministrisë e Bujqësisë për fatkeqësitë natyrore, sepse nuk është vetëm breshi ose vërshimet, edhe vitin e kaluar, sidomos në muajin korrekt dhe gusht shkaktuan fatkeqësinë nga zjarret, që dhe ajo është një dëm. Edhe nga sindikata e bujqëve të Kosovës thonë se dëmet nga breshëri në komunat si Istogu, Skënderaj dhe Klina janë të mëdha, ndërsa krijimi i një fondi për sigurimin e kulturave bujqësore do të ishte një garanci për të gjithë fermerët. Miras kish me qenë që qeveria të bajë një marrëveshje apo në memorandum me ndonjë prej kompanive për sigurimin e kulturave bujqësore. Ajo kish me qenë mënyra më e mirë dhe më e drejtë edhe më e sigurt që këto dome të kompenzohen. Njohës të bujqësisë thonë se fatkeqësisht bujqit në Kosovë po përballen me rreziqe çdo vit, duke bërë thirrje për më shumë mbështetje ndaj tyre. Çka s'ka në Kosovë mungon dhe unë shoh si nevojë imediate është që në projekcionimin e buxhetit që parashihet për Ministrinë e Bujqësisë duhet të ketë një vit veçantë buxhetore për të tilla fatkeqësi natyrore, siç është breshri dhe të tjera që i përmenda në fillim, në mënyrë që mgastrat që punon dhe fermerit që punon të paktën të mos dekurajohet, të mos demotivohet, por të kompenzohet për shkallën e dëmit që ka psuar ose që është atakuar nga e tillë fatkeqësi natyrore. Pas dëmeve të shkaktuara në kultura bujqësore, Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural ka theksuar se mbetet e angazhuar dhe do të jetë pranë fermerëve. Edicionin e vazhdojmë me zhvillimet politike. Kosova po afrohet afateve kushtetuese për formimin e institucioneve të reja, por partitë politike mbetën ende larg një marrëveshjeje për zgjedhjen e presidentit, ndërsa vetëvendosje shprehet e gatshme për krijimin e institucioneve. Opozita dhe njohësit e zhvillimeve politike nuk shohin sinjale të mjaftueshme për kompromis. Nëse nuk arrihet një marrëveshje, vendi mund të përballet sërish me zgjedhje të reja.
Kosova gjendet sërish përballë sfidës së formimit të institucioneve të reja pas zgjedhjeve parlamentare të 7 qershorit. Edhe pse vendi shkoi në zgjedhje të jashtëzakonshme pasi partitë politike nuk u dakorduan për zgjedhjen e presidentit, një marrëveshje politike për këtë çështje ende nuk duket. Arbrien Agavci, ish shefe e grupit parlamentar të Lëvizjes Vetëvendosje, thotë se vetëvendosje mbetet e përkushtuar për krijimin e institucioneve të reja dhe funksionale, duke përfshirë edhe zgjedhjen e presidentit. Ushtruesja e detyrës së presidentës do ta therrasë seancën brenda afatit kushtetues dhe pres që të gjithë deputetët e zgjedhur të kësaj legjislature do t'i marrin përsipër përgjegjësitë e tyre në përputhje me mandatin që u kanë besuar qytetarët. Jam e bindur se Kosova ka gra dhe burra me integritet të denjë për postin e presidentit. Nevojitet vetëm vullnet politik për ta funksionalizuar këtë pozitë, për t'i dhënë vendit institucionet që i meriton dhe për të siguruar stabilitet institucional në shërbim të qytetarëve dhe të Republikës. Nga Partia Demokratike e Kosovës dhe Lidhja Demokratike e Kosovës nuk pati deklarime për televizionin, ndërkaq që deputetja e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Time Kadriaj, bëri të ditur se subjekti i saj ende nuk ka marrë ndonjë ftesë për takim nga Lëvizja Vetëvendosje. Sipas Institutit të Kosovës për Drejtësi, shtyrja e seancës konstituive do të ishte e mirëpritur vetëm nëse shërben për t'u dhënë kohë partive të arrijnë një marrëveshje politike e cila do të siguronte jo vetëm formimin e institucioneve, por edhe zgjedhjen e presidentit. Varehet që gjasat mund të jenë që të jemi përballë një situate të njëjtë me dy palë zgjedhjet e kaluara ku nuk ka vota të mjaftueshme për me zgjedh presidentin, nuk ka marrëveshje politike dhe rrjedhimisht do të shkojmë në zgjedhje të reja të cilat të mbohen sipas afateve kushtetuese. Si duket edhe subjekti fitues i zgjedhjeve është duke pritur situatën se si po ndodh në Lidhjen Demokratike të Kosovës, pasi që të përfundoj ai kuvendi në LDK dhe të dihet më qartë sa do të kemi apo jo hapësirë që të krijohet një marrëveshje politike mes fituesit të zgjedhjeve dhe Lidhjes Demokratike, para sa është përfolur që janë duke negociuar edhe për të bashkëqeverisur. Me afrimin e afatit kushtetues mbetet të shihet nëse partitë politike do të arrijnë kompromisin e nevojshëm për formimin e institucioneve dhe zgjedhjen e presidentit, apo vendi do të hyjë sërish në një cikël të ri zgjedhor. Pas një dekade transformimi, në vitin 2028, FSK-ja pritet ta përmbyll një nga proceset më të rëndësishme të ndërtimit të kapaciteteve të saj ushtarake. Investimet në armatim, trajnimet, zgjerimi misionit dhe pjesëmarrja në angazhime ndërkombëtare kanë rritur rolin e saj në fushën e sigurisë. Por për te përgatitjeve ushtarake, rruga drejt NATO-s mbetet një sfidë që kërkon edhe konsensus politik nga vendet anëtare të aleancës. Në vitin 2028 pritet të përmbyllet një nga proceset më të rëndësishme për sektorin e sigurisë në Kosovë, tranzicioni 10 vjeçar i forcës, një forcë moderne mbrojtëse me kapacitete të plota ushtarake. Gjatë kësaj periudhe, FSK-ja ka zgjeruar misionin, ka rritur numrin e pjesëtarëve, ka investuar në pajisje dhe trajnime si dhe ka intensifikuar bashkëpunimin me vendet anëtare të NATO-s. Pjesëmarrja në misionin ndërkombëtare siç është ai në Gaza dhe ngritja e kapaciteteve operacionale konsiderohen ndër arritjet kryesore të këtij transformimi, por afron përfundimin e këtij procesi Kosovën me antarësimin në NATO. Ish generalet e FSK-s vlerësojnë se në aspektin ushtarak Kosova po i afrohet gjithnjë më shumë standardeve të Aleancës Veriatlantike. Megjithatë, Kadrikastrati thekson se buxheti ndar për blerjen e armatimit të rënd në këto 2 vite duhet të jetë më i madh. Këto 2 vite gjysmë sa kanë mbetë deri në vitin fund vitit 2028, kjo qeveri apo qeveria jashtme do duhej që të investojë më shumë buxhet në përmbushjen e gjitha detyrimeve bazuar në planin 10 vjeçar zhvillimor. Megjithatë, njohësit e sigurisë theksojnë se rruga drejt NATO-s nuk varet vetëm nga kapacitetet e FSK-s, por edhe nga vendimet politike të vendeve anëtare. Kosova duhet të sigurojë miratimin unanim të tyre, ndërsa sfidë mbetet fakti se disa shtete të aleancës ende nuk e njohin pavarësinë e vendit. Kjo është edhe pengesa dhe bariera ndoshta e vetmja, ose më thonë më kryesorja, por do të punohet politikisht, do të punohet në aspektin politik diplomatik që të gjendet një mundësi ose mënyrë që ose to vende me 2 vjetëve të njohin Kosovën, ose të bëhet një kompromis i natyrës in specia për të pranuar Kosovën në NATO.
Të tjerë njohës të sigurisë vlerësojnë se pjesëmarrja e FSK-s në forcën ndërkombëtare stabilizuese në Gaza forcon argumentet e Kosovës për afrim me NATO-n dhe partneritetin për paqe. Mendoj se kjo jep një performancë të veçantë edhe një minjohje apo një shtytje edhe nga partnerët tonë, sidomos leadershipin e NATO-s, edhe ajo jep një mundësi që FSK-ja kaloj shumë ma letë pas fazës tranzicionit hymë në fazën e partneritetit për paqe në kuadër të NATO-s. Viti 2028 shënon edhe përfundimin e transformimit të FSK-s dhe hapjen e një etape të re drejt integrimit euroatlantik. Megjithatë, avancimi drejt NATO-s do të varet jo vetëm nga kapacitetet e FSK-s, por edhe nga vullneti politik i vendeve aleate. Një person ka humbur jetën, ndërsa 3 të tjerë janë lënduar rënd në një aksident trafiku që ndodhi në orët e para të mëngjesit pranë Komoranit. Policia ka nisur hetimet për zbardhjen e rrethanave të aksidentit, ndërsa të lënduarit po trajtohen në qendrën klinike universitare të Kosovës. Në orët e hershme të mëngjesit, të së martës ndodhi një aksident trafiku në afërsi të Komoranit. Sipas policisë, nga ky aksident, një person e ka humbur jetën, ndërkohë që 3 të tjerë kanë pësuar lëndime trupore. Dhe se njësitë kompetente policore në koordinim me prokurorin e shtetit janë duke zhvilluar hetimet për sqarimin e rrethanave të rastit. Përmes telefonit, mjeku kujdestar në klinikën emergjente Avdush Bajgora tha se në këtë klinikë kanë ardhur 3 pacient, njëri nga ta është pranuar në ortopedi, derisa në kirurgjin abdominale 2 pacient, ku njëri nga ta është nënshtruar operacionit. Për gjendjen e pacienteve në momentin e raportimit, Bajgora tha se janë me parametra stabil. Në Universitetin e Prishtinës janë certifikuar 33 zyrtar të punësimit pas përfundimit të programit Job Placement Counseling, i cili synon të përmirësoj shërbimet orientimit profesional dhe të forcoj lidhjen mes arsimit dhe tregut të punës. Përfaqësues të institucioneve vendore dhe partnerëve ndërkombëtar thanë se investimi në këshilltarët e punës është një hap i rëndësishëm për rritjen e mundësive të punësimit, veçanërisht për të rinj. 33 zyrtar të punësimit janë certifikuar në Universitetin e Prishtinës pas përfundimit të programit Job Placement Counseling, i cili synon të forcoj shërbimet e orientimit profesional dhe të përmirësoj lidhjen ndërmjet arsimit dhe tregut të punës. Në ceremoninë përmbyllëse, përfaqësues institucionesh dhe partnerë ndërkombëtar theksuan se zhvillimi i kompetencave të këshilltarëve të punës është thelbësor për t'ju përgjigjur ndryshimeve në tregun e punës. Programi Job Placement Counseling ka pasur në qendër zhvillimin e kompetencave të këshilltarëve të punës, aftësinë për të orientuar individët për të kuptuar nevojat e tyre, për të informuar mbi të drejtat dhe përgjegjësitë e tyre, për të mbështetur në vendimarrje e për të ndihmuar të ndërtojnë rrugë të qarta drejt tregut të punës. Sipas ministrit në detyrë për punë, familje dhe vlerat e luftës çlirimtare Antil Hoti, investimi në zhvillimin profesional të zyrtarëve të punësimit është investim në punësim dhe në zhvillimin ekonomik të vendit. Investimin në njerëzit që çdo ditë ndihmojnë qytetarët të gjejnë një vend pune dhe të ndërtojmë një të ardhme më të sigurt për veten dhe familjet e tyre është një investim për zhvillimin ekonomik të Republikës Kosovës. 33 zyrtarë të punësimit që jeni këtu, që keni përfunduar me sukses programin Job Placement Counseling, duke fituar një uri të reja, metoda moderne të këshillimit dhe aftësi profesionale, do t'i zbatoni në punën tuaj të përditshme. Kjo është më shumë se një certifikim i pjesëmarrësve për këtë trajnim. Sot në Kosovë dhe kudo tjetër është më e rëndësishme se kurrë më parë që njerëzve t'u ndihmohet që të gjejnë vendin e tyre në tregun e punës. Ju tani si këshilltar, ju jeni edhe trajner, jeni edhe mentor dhe i kuptoni të gjitha barierat me të cilat njerëzit përballen në përpjekje për ta gjetur vendin e tyre në tregun e punës. Programi synon të rrisë cilësinë e shërbimeve publike të punësimit dhe të afrojë më tej institucionet arsimore me nevojat e tregut të punës. Tregu mobil po vlerësohet si një mundësi e mirë për të afruar prodhuesin vendor me qytetarin.
Fermerët thonë se interesim për blerje ka, ndërsa theksojnë se produktet që ofrojnë janë të freskëta dhe bio. Tregu mobil po shihet si një mënyrë që qytetarët të kenë më afër prodhimet vendore dhe të furnizohen drejt për drejt nga fermerët. Aty ku ishin të freskë mirë. A shërbejni për tregut mobil? Po, shërbejme, po kur jam afër si e kam veturën, marrëm. Fermerët thonë se qytetarët tashmë janë mësuar me tregun mobil i cili funksionon prej gati një dekade në kryeqytet, përderisa theksojnë se produktet janë vendore e të freskëta. Interesimi i qytetarëve është kogja i madh, se mo tash janë mësu me neve gati për 10 vjet i ka që funksionon tregu mobil në kryeqytet. Produktet i kemi shumë cilësore, produktet i kemi të rritura, pa pesticide, mundohemi mi bë sa më bio, atëherë edhe qytetarët vini blenë. Me kena prodhimet tona, që në vetë mirë me bujqësi, edhe tyta nuk i sërpikum na. E me ato insekte edhe me këto, çdo mishteri, çdo klient që merr për familjen vetë ka shëndetin. Nga komuna e Prishtinës bëjnë të ditur se tregu mobil vazhdon të mbështetet me qëllim të afrimit të prodhuesve vendor me konsumatorët. E kemi pa shumë të arsyeshme edhe këtë vit japim mbështetje tregut mobil për t'i ofruar prodhuesit vendor afër qytetarëve, edhe artizanët tonë, edhe qytetarët të kenë mundësi të shohin dhe të blejnë produkte të freskëta, produkte nga vetë toka e Kosovës, dhe mendoj që tu e ndihmu fermerët tonë, e ndihmojmë ekonominë lokale, e ndihmojmë Kosovën në përgjithësi. Tregu mobil organizohet 3 herë në javë në 3 sheshet kryesore të kryeqytetit. Do të shkojmë tani në Ferizaj, ku atje është protestuar për punimet në rrugën Bibaj-Ferizaj. Banorët e Bibaj dhe fshatit të vjetër kërkojnë zgjidhja afatgjate për rrethrotullimin që sipas tyre përshkakton kolona dhe vështirësi në qarkullim. Ndërkohë komuna e Ferizaj dhe Ministria e Infrastrukturës vazhdojnë të shkëmbejnë akuza për përgjegjësinë e projektit. Banorët e fshatit Bibaj dhe fshatit të vjetër të Ferizajt të martën kanë protestuar në afërsi të punimeve që po zhvillon në rrugën Bibaj-Ferizaj. Banorët thonë se ndërtimi i një rrethrotulimi donse i një standardi tjetër dhe i përkohshëm, po krijon të llovi të shumta në këtë pjesë të rrugës, e cila është mjaft e frekuentuar dhe duhet gjetur një zgjidhje afatgjate dhe jo improvizime. Dhe kërkesa jonë është, ne e dimë se ky rreth është përkohësisht. Dje me banorët e këtu të rreth kemi biseduar që nuk janë kundër ta bllokojnë prunën e tyre, por me vullnetin e tyre kanë shpreh gatishmëri që në të bëhet një rreth i mirë, kuptohet shpërndësimi normalisht që bëhet patjetër, por shkash me rëndësi që këta nuk bllokojnë. Vetë pesheni, këtu rregullisht të bë kolon, na kërkojmë zgjidhje pi qeverisë apo komunës apo pa më parasysh, se ne jemi qesuar, se ne kemi biznise, kemi jetojmë çeto. Plus shkolla qëto, na kena mi prunë fëmija, në qëse bim qëto, na vetë më shpërngull, mi që dhe fëmijën shkolla në Ferizaj, ma hesab kemë sa qëto. Marrëveshja ndërmjet komunës dhe Ministrisë e Infrastrukturës për këtë çështje nuk u arrit, të cilat e kritikuan njëra tjetrën për projektin e rrethrotullimit. E Ministria nëpërmjet një komunikate ka thënë se nëse komuna se bën, atëherë kjo ministri do ta marrë përsipër këtë problematikë. Banorët shpresojnë që sa më shpejt të gjendet një zgjidhje dhe të mos paraqiten pengesa të mëtejme në qarkullimin e lirë. Radio Kukësi, një nga zërat më të rëndësishëm të informimit gjatë luftës së Kosovës, por i kthehet në fokus përmes një projekti që synon dokumentimin e dëshmive dhe kujtimeve të eksotit të vitit 1999. Shqirimtare Jonuzaj dhe Manushache Ibrahimi kanë vizituar këtë institucion për të mbledhur materiale dhe rrëfime për rolin që pati në lidhjen e familjeve të ndara gjatë luftës. Çlirimtare Januzaj dhe Manushache Ibrahimi janë bërë bashkë në kuadër të një projekti që ka në fokus dëshmitë dhe faktet e periudhës së luftës së vitit 1999. Në kuadër të këtij projekti, ato zgjodhen të vizitojnë Radio Kukësin për të njohur nga afër me rolin që pati ky institucion gjatë luftës dhe për të parë një pjesë të materialeve e kujtimeve që janë ruajtur nga ajo periudhë. Sot kemi ardhur në Radio Kukësin në kuadër të një projekti që unë dhe